Pra këtu doja të dal, Ashtë. i nderuar Hoxh. Si ndihmon agjërimi në zhvillimin e vetë kontrollit edhe disiplinës së njeriut? Se fatkeqësisht, të paktën në ditët ku ne jetojmë, mendoj që ka humbur vetë kontrolli te njerëzit. Ndodhin ca gjëra të çuditshme që ne shokohemi kur i dëgjojmë. Dhe doja të marr mendimin tuaj sa ndikim ka agjërimi, i mban qoftë edhe larg gjërave më të gabuara të që një njeri mund të bëjë. Ashtu. Agjerimi luan një rol shumë të rëndësishëm sa i përket vetë kontrollit të vetës. E kjo është shumë e rëndësishme, sepse, si që thamë, agjerimin e bën për Zot. E gjithmonë e bën me besimin, me bindjen, se Zoti e sheh, se Zoti e mbikëqyr, se Zoti e përcjell. Andaj ai me këtë mundohet që të largohet nga fjalët, duke filluar nga fjalët e ndyta, largohet nga veprat e këqija, të gjitha veprat e këqija, sepse ka shumë hadithe transmetime nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili nuk e lën fjalën e keqe dhe veprën e keqe, nuk ka nevojë Zoti për të që ai të largohet prej hajës dhe pijes. Andaj që të jetë agjerimi i tij i plot, ai duhet të largohet nga fjalët e këqija dhe nga veprat e këqija. Gjithashtu agjerimi edukon besimtarin me edukatën e mirë, me karakterin e mirë, me sjelljen e mirë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam për atë porosit, sidomos rinin e porosit, thot ja ma'shara shabab, men istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija'un. Thot o ju të ri, ai i cili prej jush ka mundësi të martohet, le të martohet. Por ai i cili nuk ka mundësi të martohet, le të agjeroj, sepse agjerimi është mburojë për të. Agjerimi është mburojë për të, është mbrojtje për të. Agjerimi ja ruan edhe nderin, ja ruan edhe moralin, e ruan prej veprimeve të këqija. Gjatë agjerimit, besimtari agjeruesi ndalohet nga haja, nga pija, nga knasit e epshit, prej imsakut deri në iftar. Kjo ja jep një mësim shumë të madh besimtarit musliman, agjeruesit, besimtarit musliman. Vetëm për ta respektuar urdhnin e Allahut xhalla shanuhu, ndalohesh nga haja, nga pija, nga knatësitë e epshit, që në esencë ato janë të lejuara, halal. Largohesh nga haja halal, nga pija halal, vetëm për ta respektuar urdhnin e Zotit xhalla shanuhu. E kjo na jep një mësim shumë të madh, që të ndalohemi prej harameve, prej gabimeve, prej mëkateve, është më parësore. Pra, ne gjatë agjerimit largohemi prej hajës dhe pijes që në esencë janë të lejuara, jashta Ramazanit, jashta ditës agjerimit, që të largohemi prej harameve për gjithmonë, prej gjunaheve për gjithmonë, prej mëkateve për gjithmonë, të largohemi nga veprat e këqija, veprat e liga. Kështu pra agjerimi luan shumë një rol të madh edhe për edukimin e njeriut, edhe për largimin e njeriut nga gjitha veprat e këqija që janë shkatërruese, devijuese, që devijojnë nga rruga e Zotit, nga rruga e vërtetë. Hoxh, fjala juaj ka shumë peshë. Unë uroj që publiku që është shumë i gjerë në fakt që na shikon, të ta merr si një mësim nga ana juaj që të ndjekin atë më të mirën, se ku ka më bukur që ne të jetojmë me shpirt të pastër në këtë botë. Do më thuash
Si ndihmon Ramazani për të pastruar trupin edhe shpirtin tonë? Ashtu si që thash, agjerimi ka shumë dobi, ka shumë urtësi, ka shumë vlera, që bile edhe nuk mund të arrim të numrojmë aq dobit e mëdha që i ka agjerimi i muajit të Ramazanit. Luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në pastrimin e trupit, edhe në pastrimin shpirtëror, pastrimin e shpirtit, në pastrimin e trupit, sepse me agjerim, pra, edhe trupi i njerijut është i pastërt, sepse gjatë agjerimit kujdeset për pastërtinë, në përgjithësi, për pastërtinë e trupit, po aq, pra, kujdeset edhe për pastërtinë e brendshme, që është shumë më e rëndësishme se sa pastërtia e jashtme fizike. Pastërtia shpirtërore, Zoti Xhalleshanuhu në Kur'an e cek thot Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar veten e tij dhe ka humbur ai i cili e ka përly veten e tij. E ka përly veten e tij. Kuptimi i kësaj është ka shpëtuar ai i cili e ka edukuar veten e tij me edukatën e Zotit, me edukatën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, me edukatën e mirë, dhe ka humbur ai i cili e ka përly veten e tij. Agjerimi pra luan rolin e pastërtisë shpirtërore, se edukon edhe trupin, edukon edhe shpirtin e njerijut, e pastron edhe shpirtin e njerijut nga ndytësitë e brendshme. Ana shpirtërore ka ndytësi të brendshme, ato janë shembull zilia, urrëtia, mendje madhësia, inati, xhelozia, kështu. Pra, besimtari në veçanti ai që agjeron. Pra, duhet të ketë kujdes që zemra e tij të jetë e pastërt, shpirti i tij të jetë i pastërt, mendimet e tij të jenë të pastërta, mos mendoj keq në brendinë e vete. Duhet kujdeset shumë për pastërtinë e zemrës, pasi ato janë vend shikim i Zotit Xhalleshanuhu. Njeriu ka dëshirë që kur dal para njerëzve, në takime të rëndësishme, kështu me radhë, që dukja e tij e jashtme të jetë e bukur, të paraqitet bukur në mënyrë, në veçanti kur ka takime me njerëz me pozitat që janë më të larta, kështu, të duket mirë. Ashtu besimtarit duhet të jetë i pastërt. Pastërtia është gjysma e besimit, lidhet shumë ngushtë me besimin, me imanin e besimtarit musliman. Ashtu duhet të kujdeset edhe më tepër për pastërtinë e brendshme, pastërtinë shpirtërore, nga ato vetit negative që i cekëm, që i përmendëm. Agjerimi këtu luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse nëpërmjet agjerimit besimtari musliman mundohet që ta pastroj veten e tij dhe trupin e tij dhe zemrën e tij dhe shpirtin e tij, që agjerimi i tij të jetë i pranuar te Zoti Xhalleshanuhu.